Atëherë më lejoni që t'ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrje sot këtë takim të radhës që kisha me kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje. Siç dhe u deklarova para takimit për LDK-n, për mua, nuk ka asnjë arsye që të vonohet konstituimi i Kuvendit të Republikës Kosovës. Dhe nuk ka asnjë arsye që zgjidhet kryetari i Kuvendit dhe kryesia e Kuvendit të Kosovës. Jemi në interpretimin tonë në kufirin e afatit kushtetues. Sot duhet këtë seancë, sot duhet konstituohet Kuvendi dhe nuk duhet futemi në paqartësi kushtetuese. Është përgjegjësia e partisë së parë, Lëvizjes Vetëvendosje, që siguroj që rrjedha normale e institucioneve të Kosovës të ndjek disa afate që i ka vendosur kushtetuta, na konvenuan apo s'na konvenuan. Në çështje tjera, sa më shumë që po vanohemi, natyrisht dhe marrëveshja bëhet më pak e mundur. Nuk kam lajme të reja, por mund t'ju them se jemi shumë larg në ndonjë marrëveshje eventuale dhe nuk pres që të ndryshoj pa ndryshuar pozicionet politike të partive politike. Për LDK-n balanca institucionale është e domosdoshme dhe përderisa s'ka balancë institucionale, atëherë s'mund të ketë as marrëveshje politike klasike për cilën po themi po përpiqemi tash sa kohë, por nëse qëndrojmë pozicionet e njëjta si të dhjetorit, atëherë përfundimi është i njëjtë siç e kemi pasur deri më tani. Jam përpjekur me vullnet mirë, mendoj që kemi bërë mirë dhe bëjmë mirë që takohemi, përpiqemi, lehtë është me shkaktuar zgjedhje të reja, por edhe kemi disa afate që cilat s'mund t'i kapërcejmë dhe kapërcimi këtyre afateve na dërgon domosdoshmërisht në zgjedhje të reja. Qëllimi im dhe i LDK-s ka qenë gjindet zgjidhja. Pra jo të mirremi kush kë po e mund, kush kë po e mashtron, kush kë po e vonon, çështja është i japim Republikës Kosovës dhe qytetarëve tanë institucione të reja, por në këtë pikë, me keqardhje të madhe, ne them se jemi praktikisht në një rrugë që nuk jep zgjidhje afatgjate.